Përshëndetje, jam Casey Hamlin. Sku. Dhe jam shumë e lumtur t'ju uroj mirëseardhjen nga plazhet e mrekullueshme të Tulumit në Meksikë. Dielli, vladi i oqeanit dhe kultura e gjallë lokale e bëjnë çdo moment këtu një festë. Është pothuajse si një pazar i gjazhi, por me më shumë palma dhe ujë bruz. Nga rënojat antike deri te deti Bruz, dua ta ndaj këtë mrekulli me ju. Le të zytemi së bashku në bukurinë, historinë dhe aventurën e Tulumit. Imagjinoni rërën mes gjishtave të këmbës dhe një shpërthim ngjyrash karaibesh para syve tuaj. Është pothuajse aq shqetësuese sa një çaj pasdite, por me një prekje të kulturës maja. Merrni pijen tuaj të preferuar dhe bashkohuni me mua në këtë udhëtim të paharrueshëm. Ndalesa jone parë, janë rënojat madhështore të Tulumit. Ky është një vend ku historia e lashtë takon bukurinë e jashtëzakonshme të Bregdetit meksikan. Kur I afroheni rënojave, ato ngrihen mbi gjelbërimin e harlisur dhe ju zhysin menjëherë në të kaluarën. Fakti që Tulum ndodhet pikërisht pranë detit të shkëlqyeshëm të Karaibeve e bën atë vërtet magjik. Ujërat Bruz poshtë krijojnë një kontrast mahnitës me strukturat e lashta prej guri, duke e bërë këtë vend një nga vendet më piktoreske të lashta në botë. El Castillo, ky tempull I famshëm në shkëmbë, është dëshmi e inteligjencës dhe këmbënguljes së majave. Kjo strukturë e pabesueshme dikur shërbente si fanar dhe kulëvrojtimi për marinarët e lashtë që udhëtonin përgjatë Bregdetit. Ndërsa eqni në këto shtigje të lashta, mund të ndjeni frymën e historisë dhe shpirtin e njerëzve që ishin thellësisht të lidhur me natyrën. Zurma e valëve dhe thirrjet e zogshve tropikal shtojnë një bukuri të veçantë, ndërsa eksploroni zonën. Tempulli I Zotit të Erës, Breg në I ndërtuar në një kep shkëmbor, ofron një vend paqësor për reflektim, ndërsa përkdhelemi nga fladi I detit. Është e lehtë të imagjinosh priftërinjtë e lashtë që shikonin horizontin, leksonin erën dhe adhuronin forcat e natyrës. Çdo gur këtu tregon një histori tregtie, adhurimi dhe jelhuri dhe jetës së përditshme siç ishte qindra vjet më parë. Gdhendjet dhe relivet e detajuara, të cilat I kanë rezistuar provës së kohës, tregojnë artin dhe besimet e majave, dhe na ftojnë të shohim më nga afër dhe të imagjinojmë botën e tyre. Vendi është ruajtur shumë mirë dhe tabellat informative ju udhëzojnë mes tempujve, tajmëdhejt pallateve dhe plajmkem të formave ceremoniale. Heni turnet me guidë. Ofrojnë një vështrim magjepsës në ritualet, arkitekturën dhe jetën e përditshme të këtij qyteti dikur të gjallë. Është si një muze I gjallë, Breg, perfekt për familjet dhe dashamirët e historisë. Fëmijët mund të mahniten nga ndërtesat e lashta, ndërsa të rriturit mund të thellohen kulturën e pasur dhe peizazhet e mrekullueshme. Këtu është e lehtë të ndihesh I vogël dhe I frymëzuar nga trashëgjimia e majave. Arritjet e tyre në arkitekturë, astronomi dhe art vazhdojnë të magjepsin vizitorët nga e gjithë bota. Rënojat e Tulumit janë një vend që duhet vizituar, I cili kombinon peizazhet mahnitëse me ndjenjë të thellë të së kaluarës. Pavarësisht nëse jeni një aventurier, një dashamirës I historisë apo thjesht dikush që vlerëson bukurinë, Break Time, Zero Muaj Kasht, ky qytet I lashtë premton një udhëtim të paharrueshëm. Bregdeti I Tulumit, I parë nga majat e shkëmbinjve, ka nuanca të mahnitshme bruz dhe safiri. Është si një pikturë, e pikturuar me ngjyrat e detit të Karaibeve. Plazi Playa Ruinas, pikërisht poshtë rënojave, është një gjysmën me rërë të butë të bardhë. Është vërtet një parajsë si nga një revistë udhëtimesh. Është aq e bukur sa do të doje të ndërtoje kështjella rëre, siç bëje kur ishe fëmijë. Plazet shtrihen me kilometra, perfekte për shëtitje të gjata dhe momente argëtuese familjare. Imagjinoni një ditë perfekte në plash, por me palma dhe det blu.
Iguana dielli në gurët e vjetër, duke shtuar një prekje të egër dhe argëtuese në peizazh. Ato janë si dragonj të vegjël që shijojnë diellin. Thjesht rinë aty, sikur presin që të ndohë diçka e bukur. Kombinimi i rënojave të lashta, palmave të larta dhe ujrave të qarta është thjesht i paharrueshëm. Është si një kartolin, një sfond perfekt që do t'ju mbetet në mendje. Është aq e bukur sa do të doje ta pikturoje. Kjo është ëndra e çdo fotografi dhe një vend i qetë për shpirtin tuaj, si një fundjavë relaksuese për sytë tuaj. Ndihesh i qetë, si një grek në plazh me një libër të mirë. Kur ulesh në shkëmbë dhe shikon detin e pafund, ndjen një paqe të thellë dhe shumë mirënjohje. Ndihesh i lirë, si një zog, ose siç themi ne, si në shtëpi. Bukuria natyrore e Tulumit është thjesht e mahnitshme. Ky vend vërtet ka goditur në shenjë. Pikërisht pranë rënojave dhe po aq e mahnitshme, gjetëm një shteg druri që gjarpëronte në përshunglën e dendur dhe përgjatë shkëmbinjve. Kjo shteg i qetë ju ofron pamje të mrekullueshme të detit të Karaibeve dhe është një aratisje e shkëlqyer nga zurma e botës. Vetë shungla është plot jetë, zogj të këndojnë, gjethet fosforinë dhe aroma e ëmbël e luleve tropikale mbush ajrin. Çdo kthesë zbulon një pamje të re, plaze me rerë të bardhë, ujëra bruz, madje edhe një shkëmbë në New York që shkëlqen në largësi. Kjo është një shëtitje e lehtë, ideale për familjet, një vend i shkëlqyer për të reflektuar dhe për të bërë fotografi të mrekullueshme. Kombinimi i shunglës dhe oqeanit është vërtet një pamje e bukur. Kjo shteg të çon në daljen jugore të parkut, duke siguruar një përfundim të qetë të vizitës tuaj. Bukuria natyrore e Tulumit është po aq mbreslënëse sa historia e saj e pasur. Asnjë udhëtim në Tulum nuk është i plot pa një zytje në këto pishina të veçanta natyrore, të quajtura cenote, të cilat majat i konsideronin të shenjta. Këto shpella gëlqerore të mrekullueshme janë të shpërndara në të gjithë gadishullin e Yucatanit, dhe secila ka historinë dhe ndjesinë e saj të veçantë. Për majat e lashtë, cenotet nuk ishin thjesht një burim uji. Ato ishin hyrje të shenjta në botën e nëndeshme, shtëpia e perëndive dhe shpirtrave. Sot, ato ofrojnë një aratisje magjike për udhëtarët që kërkojnë argëtim dhe qetësi. Në Grand Cenote, rrezet e diellit depërtojnë nëpër ujin kristallor, duke ju lejuar të shihni formacionet e mrekullueshme shkëmbore dhe peshqit e vegjël. Uji është aq i thjellët sa mund të shihni çdo detaj poshtë sipërfaqes, nga bançat e peshqve shkëlqyes deri te stalaktitet dhe stalagmitet e lashta. Është një pamje magjepsëse që ju bën të ndiheni sikur keni hyrë në një botë tjetër. Zytja me maske këtu është si të notosh në një katedrale në New York. Shpellat jehon me frymëmarrjen tuaj dhe drita e diellit luan mbi muret gëlqerore, duke krijuar një skenë ndërimtare si nga një përrall. Pavarësisht nëse jeni një zytës me përvoje apo zytës me maskë për herë të parë, ndjenja e mrekullisë do t'ju mbetet gjatë. Cenote Calavera, me hapjet e saj në formë kafke, i fton më të guximshmit të hidhen në thelësitë e saj të ftohta. Ndjenja e emocionit nga hedhja në përhapjet e rumbullakëta zëvendësohet nga ndjesia freskuese e ujit poshtë. Është një vend i preferuar për aventurierët dhe ata që duan të kapërcejnë frikërat e tyre. Nëse kërkoni një atmosferë më të relaksuar, Xachil Ha ofron qiell të hapur, ujë të pastër dhe madje edhe një linjë zip për argëtim familjar. Është vendi i përkryer për t'u çlodhur, për t'u shtrirë në shpinë, ose thjesht për të parë fëmijët duke luajtur dhe freskuar. Atmosfera e saj miqësore e bën atë të shkëlqyer për grupe dhe familje. Çdo cenote është i veçantë. Disa janë të qeta, të tjerët ofrojnë aventura, dhe të gjithë janë të rrethuar nga shunglla e dendur. Bimët e gjalla dhe qiqërimat e zogëve tropikal krijojnë një atmosferë paqësore, duke e bërë çdo vizitë një eksplorim të një pjese të fshehur të natyrës. Këto ujëra të fshehura janë të shkëlqyera për të notuar, për të eksploruar dhe për të shijuar paqen e natyrës. Pavarësisht nëse doni të jeni vetëm ose të ndani përvojën me miqt, cenotet ofrojnë një pushim freskues nga nqehtësia dhe një mundësi për t'u lidhur me natyrën. Mos harroni, për të mbrojtur këto vende delikate, është e rëndësishme të përdorni krem dielli biodegradues. Cenotet janë shtëpia e bimëve dhe kafshëve të ndjeshme, dhe edhe veprimet e vogla mund të ndihmojnë në ruajtjen e bukurisë së tyre për vitet në vijim. Cenotet janë një pjesë magjike e peizazhit të Tulumit, duke ofruar si aventurë, ashtu edhe qetësi.
Pavarësisht nëse i vizitoni në agim apo në perëndim të diellit, drita e transformon ujin në një pasqyrë shkëlqyese, duke e bërë çdo moment të veçantë. Qëndroni me mua deri në fund për këshillat më të mira të udhëtimit. Pas disa ditësh aventurash dhe eksplorimesh, vendosa të shëtis në Tulum Pueblo, zemra e gjallë e këtij komuniteti. Avenida Tulum është plot jetë, me vendas dhe turistë që shëtisin, dyqane shumë ngjyrëshe dhe ushqim të shijshëm rrugor kudo. Në tregjet e artizanatit mund të gjesh gjëra të bukura të punuara me dorë, qilima, qeramika, bizuteri, suvenire të mrekullueshme. Diçka e veçantë për shembull që do t'i gëzojë të dashurit tuaj. Ushqimi këtu është thjesht i mahnitshëm. Pjata tradicionale si tacos al pastor, lëngje të freskëta dhe çocinita pibil është një shpërthim i vërtet shijesh, si byreket e gjyshes. Atmosfera e qetë e qytetit, njerëzit e buzëqeshur dhe ndjenja e komunitetit e bëjnë këtë vend vërtet të veçantë, si një fshat mikpritës shqiptar. Bicikletat janë kudo këtu dhe ritmi i jetës është këndshëm i ngadalt, si një qytet të vogël miqësor shqiptar. Tulum Pueblo pasuron përvojën tuaj dhe ju njeh me njerëzit dhe kulturën e këtij parajse. Zemra e vërtet e Tulumit janë njerëzit e tij. Udhëtimi im në Tulum po mbaron dhe po mendoj për të gjitha gjërat e mrekullueshme që kam përjetuar këtu. Jam mirënjohëse për çdo çast, për çdo lindje dielli, për çdo mik të ri dhe për çdo kujtim që kam krijuar këtu. Nga eksplorimi i rënojave të lashta Maja, që përshpëritin histori nga e kaluara, deri te noti në pishina natyrale me ujë të kristallt, të fshehura në shungëll, dhe relaksimi në plazet me rërë të bardhë, Tulum më ka ofruar bukuri dhe aventura pafund. Por ajo që e bëri këtë udhëtim vërtet të veçantë ishte ngrohtësia dhe mirësia e njerëzve vendas. Buzëqeshjet, të qeshurat dhe zemrat e tyre të hapura më bën të ndihesha si në shtëpi edhe pse isha kaq larg. Shpresoj që duke ndarë këtë udhëtim me ju, t'ju kem sjell pak diell dhe magji të Tulumit në ditën tuaj, dhe t'ju kem frymëzuar të ndërroni për aventurat tuaja. Udhëtimi është të hapsh zemrën, të mësosh nga të tjerët dhe të gjesh gëzim në mrekullitë e botës. Nëse po planifikoni udhëtimin tuaj, ju këshilloj të vizitoni rënojat herët në mëngjes për të shmangur turmat, të vishni këpucë të rehatshme për eksplorim dhe gjithmonë të përdorni krem dielli miqësor me mjedisin për të ndihmuar në ruajtjen e këtyre vendeve të bukura. Dhe nuk duhet të humbisni ushqimin e rrugës. Të provosh specialitetet meksikane është një aventurë më vete dhe një mënyrë e shkëlqyer për të përjetuar kulturën. Lëvizja është e lehtë. Taksi dhe bicikletat janë mënyra të shkëlqyera për të eksploruar me ritmin tuaj dhe për të gjetur thesare të fshehura në vende më pak të njohura. Më e rëndësishmja është të udhëtosh me zemër të hapur dhe me shpirt aventurier. Përqafoni të papriturën, provoni gjëra të reja dhe lëreni kuriozitetin t'ju udhëheq. Faleminderit që ishit me mua në këtë udhëtim. Mbështetja dhe entuziazmi juaj do të thonë shumë për mua. Shpresoj të qëndroni me mua, ndërsa vazhdoj të eksploroj, të ëndërroj dhe të mësoj gjëra të reja. Deri në aventurën tonë të radhës, qofshin ditët tuaja plot gëzim, mrekulli dhe zbulime të pafundme. Udhëtim të mbar dhe shihemi së shpejti. Nëse ju pëlqeu ky video, ju lutem bëni like, abonoheni në kanal, klikoni zilën për njoftime dhe më blini një kafe në ofert buymecoffee.com/CaseyTravelMagic. Faleminderit shumë dhe kalofshi një ditë të bukur miq!